Unë e falenderoj së pari kryetarin e komunës Nilir Ferrati, me cilin kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, e pashtu me kryetarë të tjerë të komunave, të cilët kanë aplikuar për banimin e përballueshëm dhe banimin social. Duhet vetëm t'ju përkujtoj që kemi bë përpos studimeve të duhura të vizibilitetit, qoftë për banimin e përballueshëm, qoftë për banimin social, kemi bë ndryshimin e ligjit dhe kjo pastaj i ka hap rrugën aplikimit të komunave, thirrjes për komunat që të aplikojnë për investimin që ka të bëjë me banimin e përballueshëm, i cili do të jetë i kombinuar me banimin social. Banimi social do të jetë në pronësi të komunës dhe stoku i banimit social do të menaxhohet nga komunat. Pra 13 banesa në këtë rast nga 65 sosh do të jenë të banimit social, me që rast kategoritë e banimit social varësisht për kategorisë ku janë, do të kenë mundësi që të shfrytëzojnë banesat sociale me qira simbolike ose qira në raport me gjendjen sociale, pozitën sociale në cilën ata janë. Ndërsa banimi i përballueshëm është banimi ku në fund përfundojnë pronar ata që aplikojnë dhe përfitojnë nga banesat e banimit të përballueshëm, me që rast bashk Ministria me Ministrinë e Financave poshtë me përfaqësues nga komuna e Stogut do të bëjnë për zgjedhjen e aplikantëve të interesuar të cilët do t'i marrin këto banesa. Këta do të paguajnë për gjatë një kohë gjatë dhe në fund do të bëhen pronar të këtyre banesave. Natyrisht çështja e pronësisë aktualisht zgjidhet sipas ligjit edhe të pronës së shtetit dhe aktualisht e kemi në ligji i banimit social të përballueshëm e lën mundësinë që ashtu si do të zhvillohen çështjet e pronave që janë në pronësi të shtetit, aktualisht janë me 99 vjet, por në të ardhmen nëse do të ketë ndryshim do të mund të ndryshojë edhe ky aspekt. Nga 65 sosh që përmenda 13 janë të banimit social, të tjerat janë të banimit të përballueshëm dhe besoj që në thirrjet e radhës që do të kemi edhe komuna tjera. 13 kanë aplikuar, është dashur të plotësojnë kriteret e lokacionit, të jetë qasja në infrastrukturë në kuadër të jenë në kuadër të planit, dokumenteve të planifikimit hapësinor të komunës të parashihet banim, të mos ketë probleme pronësore, respektivisht të jetë tokat të jetë përpos pa probleme pronësore, të jetë edhe me qasje direkte në infrastrukturën teknike, në rrugë, në kanalizim, në ujësjellse kështu me radhë, dhe të jetë në zonat urbane. Por jo të jenë të ndara nëpër zona periferike që kemi pas raste të shohim banimin social, dhe natyrisht kombinimi me banimin social bën që të kemi diversitet brenda banesave. Ministria synon që në kuadër të banimit bashkë me komunat të sulmojnë politika të cilat raste sociale, banesat sociale të jenë të përfshira edhe në zonat e reja zhvillimore, në mënyrë që të mos kemi geto të rasteve sociale që kemi pas në të kaluar. Edhe një herë unë duhet ta falenderoj kryetarin e komunës, po të mos ishte interesimi dhe puna e kryetarit të komunës, po ashtu të komunave tjera, nuk do të kishim mund të realizojmë sikur qysh duhet të them, janë 13 komuna që kanë aplikuar. Komunat të cilat kanë rritë parat me i kry të gjitha ato kriteret, me njëherë dhe komuna i Stogut ka qenë ndër ato komunat e para që e ka zgjidhur kështu, prandaj jam shumë falënderues kryetarit dhe uroj që ky projekt të rrëndoj sa më shpejt dhe çiftet e reja, punëtorët e administratës të mund të shfrytëzojnë banesat e banimit të përballueshëm ato të banimit social. Faleminderit.